Këshilli Gjyqësor i Kosovës gjatë vitit 2024 ka publikuar gjithsej 68 aktgjykime që kanë marrë gjykatat themelore në rastet e veprave penale të korrupsionit. Ndonse secili rast ka specifika ndryshe, të gjithë kanë një të përbashkët, e që është se politika ndëshkimore vazhdon të jetë në nivel të ulët. Sipas grupit për studime juridike dhe politike, gjyqtarët vazhdojnë të jenë të mëshirshëm për shqiptimin e dënimeve. Ka dalë që politikat janë goxha të ulta, pa marrë parasysh dëmin e lartë që i shkaktohet buxhetit të shtetit ose pasurimin e madh të palegjshëm që bëhet nga zyrtarët publik në rastet e korrupsionit, ku rezultojnë me aktgjykime dënuese në fund. Një trend që po shkon duke u rrit, që mendojmë që është pak më pozitiv, është që gjykatat si vjet kanë shqiptu pak më shumë dënime plotësuese. Në raportin e GLPS mbi trajtimin e rasteve të korrupsionit që do të publikohet gjatë kësaj jave, theksohet se gjykatat zgjasin me vite të tëra procese gjyqësore në rastet e korrupsionit për shkak të shtyrjes së seancave. Por një praktik të tillë tashmë është duke zbatuar edhe gjykata e apelit, e cila sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi po ul dënimet e themelorës. Se si dënimet efektive për vepra penale të marrës së shvetit ose keq përdorim i pozitës autoritetit zyrtar, të njëjta dënime përgjime efektive janë kthy në dënime me kusht. Dhe realisht pastaj edhe nga vetë mënyra e vendimarrjes së tillë nga gjykata e apelit, me një farë forme krijon një farë lloj precedenti dhe një farë lloj standardi tek gjykata themelore që të mos shqiptojnë dënime me përgjim tek vepra penale të kësaj natyre. Por ish-kryetari i gjykatës së apelit për këtë fajson gjykatat e shkallës së parë që nuk i arsyetojnë sa duhet aktgjykimet. Mendoj që gjykatat themelore kanë disa shabllone, edhe kur ti përcaktojnë rrethana lehtësuese ose renduese, vetëm në shablonike i përdorin ato. Mirë, po duhet secili rast veç e veç duhet që gjyqtari ta vlerësoj si rrethana renduese edhe ato rrethana lehtësuese. Në lidhje me këtë çështje nuk kanë kthyer përgjigje nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës e as nga gjykata e apelit. Në vitin 2018 Gjykata Supreme e Kosovës hartoi një udhëzues për politikën ndëshkimore, pikërisht si shkak i mungesës dhe mospërputhjes serioze tek gjykatat në caktimin e dënimit e mungesës së arsyetimit në vendimet e marra.